2 persona humbën jetën në Gjermani pasi avioni u përplas me çatin e një banese. Një aksident tragjik ndodhi ditën e djeshme në Gjermani, ku një aeroplan u përplas në çatin e një ndërtese banimi. Pasi një trup u gjet fillimisht në vendngjarje, një dyshim tragjik u konfirmua në pasdite një person tjetër humbi jetën në aksident. Një përplasje e fortë tronditi shtetin e Ruek, të qetë në Ganderkes, pranë Oldenburgut, Saksonia e poshtme, mëngjesin e djeshëm, kabina e pilotit u shkatërua plotësisht, krahët u thyen dhe mbeturina të ranë si shi. Dëgjova zhurmën e madhe, mendova menjëherë se kishte ndodhur diçka e keqe, kur pash gjithçka u trondita shumë. Menjëherë pas rrëzimit të aeroplanit nisi një operacion i madh kërkimi, zjarfiksit kontrolluan çatin. Nga një shkallë rrotulluese, policia rrethoi zonën, evakuoi të gjitha shtëpitë brenda një rreze prej 100 metrash dhe mbylli hapësirën ajrore mbi vendin e rrëzimit. Ekipet e ndihmës së shpejtë zbuluan shpejt një trup në rënoja, por duhet të supozonin se brenda ishte një person i dytë. Pavarësisht përdorimit të dronëve, ky person nuk mundi të gjendej fillimisht. Nga ora 14, një vinxh u përpoi të tërhiqte rënojat nga çatia. Fillimisht nuk pati sukses. Sipas Bild, vinxhi kishte ngecur në shkallë. Rreth orës 16:40, vinxhi më në fund ja doli mban dhe punëtorët e shpëtimit pak më vonë gjetën personin e zhdukur brenda aeroplanit. Edhe ai nuk ishte mbijetuar. Familja që jetonte në shtëpi është aktualisht me pushime. Një inxhinier ndërtimi duhet përcaktojë nëse ata mund të kthehen në shtëpinë e tyre më vonë apo nëse ndërtesa është në rrezik shëmbje.